Vi bëj një pyetje, jemi ndoshta të yllit. Unë kam një bilet për shkak, e kam blerë, më ka rënë me sot. Të bilet duhet ta shes më shtrenjtë. Pse është krim ta shes më shtrenjtë të bilet? Mund ma shpjegoni pa? Po patjetër, si të shpjegoj. E di pse është krim për ty ajo se jashtë ata janë të licencuar, ato agjencitë që e marrin me çmim dhe shqesin me çmim tjetër. Jo, se ti po bën, ti po bën tregti. Kemini me 10 lekë. Ja, një sekond, ta shpjegoj unë pse. Kemini me 10 lekë, dua ta shes me 15 lekë. Pse kjo është krim? Po nuk është, mos e ha kohën kot në këtë temë sepse po flitet për blloqet mëdha biletat, nuk po flitet për një tek. Me që fenomeni është blloqja. Janë dy bileta së shiqja. Ata edhe tifozët që bëjnë ato deklaratën e madhe, tifozët kuqezi, akuzojnë për shumicë biletash që nuk kanë dalë online dhe janë. Fal gëzim, një sekond. Glen, të ta jap përgjigjen, Glen. Ja ka gjë drejtorin. Drejtor, po mbaroj mendimin një herë pse e di se nga që distanca na pegon. Një sekond. Jo, më bëri pyetje. Jo, Glen, pse është krim thotë ky? A vazhdon pyetja atë. Po pra. Jo blok biletat. Jo, një tek pullë. Ka histori tjetër. Po pra, ti ke marrë bilet 10 lekë dhe e shet 20, në rregull? Po shet sa do. Po bën tregti. Dhe këta e kanë sanksionuar në ligj këtë, është me ligj kjo tani që në qoftë se ti. Po ligji nuk dhe këta që ti bëjnë çmimet e biletave 10 euro janë gjithë botën dhe i çojnë 1000 euro apo 500 euro biletën. Pse s'ke nga ky ligj? Dhe ta Po mi ti e di se kemi në ligjin e Maliqit. Ti ke ligjin, ti do ta shkelësh tani. Edhe ke stadiumin si janë mbyll gjithë lokalet sot. Ore Glend, është si të ta vën tabelën e tigër me 200. Çfarë lokale ishin mbyll, sa janë hapur? Ta ja kështu ky është ligji jon tani. Ti di mirë se si manovrojmë me ligjin. O Edi, ta fillojmë me këtë punë e bileta se tani po më shkruan edhe një që është edhe ndjekësi jon, ky është edhe procesi, po është edhe më pëlqen se është kështu ai koncentratit. Do të bëj një pyetje aty, thotë sa veta keni bilet nga ju. Po ne kemi bileta për arsye pune thoya ti. Gzimi mori 2, të cilat do të shkojnë. Mos gënjeta. Kush është faka e po? Ti ke për vete? Po tjetër që unë jam punë zër. Ti ke ti? Kam pas gjithmonë, mësje dhe federata rregullisht. Po këtë radhë ka një lëshim. Tore arbitrat janë diskriminuar ti mos e krahason vetëm me vitin. E di çfarë ndodhi. Ti tema ti shokut ton që më dëgjon larg. Më tha njëri ke gjet bilet? Po, thash 2 bileta për herë të parë, thash asnjë s'kam pas. Kushti dham tha mua, me dha Vlaovic që tash i Serbis 2 bileta. Sa i madh është koncentrati. Pse ka sot radio ai? Se këtë koncentrat po bëhet fare për mikun ton Fakja që e përshëndesim. Fakja inshallah në Vlorë, përshëndetje nga Paso. Po pra, një sekond. Faka s'ka bilet. As unë s'kam. Asnjë s'ka bilet. Asnjë s'ka bilet. Unë e di pse mua më pëlqen kjo që s'kam bilet këtë radhë, sepse është nga herët e para që kam aplikuar për në Albania? Jo, kam aplikuar në federat për të marrë badge si nga emisioni dhe më kthyen përgjigje dhe më pëlqeu shumë përgjigje. Çfarë thanë? Se më thanë që nuk mundesh të akreditohesh te kjo ndeshje për arsye të sasisë shumë madhe të gazetarëve dhe jemi shumë okay. Po një qëndron si përgjigje. Kam aplikuar për të marrë bilet asa të si qytetari thjesht, dhe unë jam aplikimi i tretë ku e ke? Po i tretë. I tretë. Po ti duhet të kesh një aplikim si ish arbitër. Jo, atë se ke legjenda dhe ajo është më fort, ti ke legjenda më të fortë që ke. Ne kishim Klod Duron, ai takuam para paku me Gzimin. Edhe ai po priste biletën aty. Dgjoj. Asnjë s'kam. Asnjë. Dgjoj. Sa ne kanë, sa ne mos 2-3 minutë. Edhe pse thuhet Manush, ka 200.000-300.000 kërkesa. Që ata që do gjejnë bilet ta qyjnë veten si fitues të ligës. Ata janë kështu si Glend. E 200.000 thot, lu spa në Francën, lexova 7 shkrimë. Por çfarë në stadiumet janë kurioz. Unë në stadium kur luan kontarja, për zotin e madh, shoh se unë iki rregullisht, shoh të ulur sikur janë në të njëjtat vende të njëjtët njerëz. Edhe ti e di. Ke 2000 vend që 500.000 lekësheve e kanë të qartë çaja. Do kanë njerëz të si kontarja, si formacioni kontarja. Është qeveria, direkt poshtë ministrat, direkt zëvendësministrat, direkt deputetët, edhe hapet ajo si kështu. Pra iku 2000-sha. Këtë të tjerë fillojnë, ja ca që s'dalën sierë. Kapiteni i ekipit të mini futbollit, pathyrin, agjencia, si e ka ai? Erindi. Erindi gjithmonë këtë të vendit. Ai tjetër, jo, pritani, jo, do të them, është një panoramë përgjithshme. Ne të mos skandalizojmë sot tani që vetëm ne sot kërkojmë tifozat tjerë. Sot është egzageruar. Po mirë,